jemi gjithë veze e motra me njëri tjetrin dhe amikun e kemi përballë. Ju erdhi fundi! Unë dalë me të njëjtën pakartë sepse ne nuk duhet të harrojmë se përse kemi dalë në protest. U kërkojnë ndjes banorëve të Riollit, Prekës, Lucianës, sepse për arsye familjare nuk mundesha të gjendesha dot një fatkeqësi në Rioll. Por unë Riollin e kam në zemër, Riolli është heroi im. Me disa gjëra banale, me disa akuza banale, kryeministri, pseudo-kryeministri, ka filluar të hidhet në akuza kundra djemve Dukatit. Bile ka filluar të akuzoj dikë se ai ka vjedhur energji elektrike, është zënë me dikë, me pjesëtar të familje më bastarde. Kur ai që akuzon për vjedhjen elektrike, vodhi komplet lumin e Vlorës, apo jo? Ky riroja aty me Samir Mane gati për të marrë burimin styrin e 4 të trajgjasit. Apo jo? Kështu që me këto mënyra bastarde, oj sumuro i marri i dorë, përshëndes eurodeputetët e Bashkimit Evropian që erdhën këtu, na mbrojtën, por atë punë, ata duhet ta bëjnë edhe atje ku janë. Sepse ne jemi populli ndar, jemi populli që kemi kufi mes vetes nga traktatet e tyre, Kongresin e Berlinit, Traktati i Lozanës, Konferencë e Londrës. Pra, çabëria jonë është në zemër. Ne nuk duhem kufi me Kosovën, nuk duhem kufi me Shkupin, nuk duhem kufi me Ulqinin. Dhe do ta mbyll me pak vargje tu tregoj Evropës se kush jemi ne. Ne jemi shqiptarët, herojtë e haruar prej moti, gatuar nga uji dhe u e zjarri, në fytyrat tona s'ka lituri vetë Zoti. Ne jemi shqiptarët, duke pritur qastin, gjithmonë vizionar. Prap do ju duhemi Evropian, herojnë që do ngrejnë këtë botë të vrarë. Ne jemi shqiptarët, gjak me Akilin e Gjergjin, mos harroni Ottomar, kur na venduan të vdekur, ne u ngritëm